Bashkia Durrës ka hapur konkursin për përzgjedhjen e 2 drejtorëve të rinj për drejtorinë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit dhe drejtorinë e arsim kulturës, rinisë, sporteve dhe komuniteteve fetare. Postet që deri pak ditë më parë mbaheshin nga Robert Dervishi dhe Ardian Gura janë vakante, pasi 2 drejtorëve ju është miratuar dorëheqja që e patën kërkuar që në muajin korrik. 2 drejtorët nuk e kanë luan vlerësimin e performancës dhe përpasojnë në postet që ata mbanin, pritet të përzgjidhen nga konkursi drejtues të rinj. Konkursi i shpallur një ditë më parë nga bashkia, pason atë të hapur ditë më parë për përzgjedhjen e 2 drejtorëve të tjerë që u larguan nga posti, Mehmet Xhaferaj, që prej vitesh ishte në krye të drejtorisë së shërbimeve sociale, dhe Ermal Lufos në drejtorinë ekonomike. Pas performancës së suksesshme, 6 drejtorët Roni Shqopa, Oneda Deliallisi, Ardian Iliazaj, Valbona Qiriako, Loren Smajli dhe Alneda Roshi vjojnë të mbajnë postet e tyre në drejtoritë përkatëse. Vlerësimin e performancës nuk e kaloi as kreu i klubit shumë sportësh Teuta Krishnik Leka, i cili është zëvendësuar në detyrë nga Marvin Roshi. Ndërkohë, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake kanë në krye drejtues të komanduar dhe jo të emëruar, ndërsa ndryshime nuk ka në pozicionet numër 2 në bashki, pasi nënkryetarët Elio Jani dhe Gentian Kallmi mbeten në detyrë. Pas vizitës që kryeministri Rama kreu në muajin korrik në Bashkinë Durrës, kërkoi dorëheqjen masive të drejtorëve dhe krerëve të njësive administrative. Nga këta të fundit, 11 gjysej, askush nuk arriti të kalonte testin e performancës.